në vetë inkriminu. Në pyetjet cilat vetë mbrojtja ja ka parashtru, cilat në fundit na kanë ndihmu shumë, po është që në secilën rrethon ka pas provat mjaftueshme për mi denu. Na kanë letu ato prova dhe ky deklarimi të akuzunve, por themi si provë kruciale nuk mund të themi njërën, por që ka quar në hetim, prova kryesore, ka qenë hetimi i shpejt i tabelave të veturës që ka vozitur Granit Plava. Dhe kjo nuk ka qenë e lehtë pasi që nuk është parë i gjithë numri i tabelës. Është pa veç një pjesë. Dhe pastaj hetuesit kanë hyrë për atë lloj veture, kanë nxjerrë gjitha veturat që kanë atë tabelë. Dhe kanë filluar me pa nëse nga ato vetura në emër të kujt janë. Në njërën nga veturat, që ka rastis veturat, cilën e ka vozit Granit Plava, është gjetë një gjob e një personi me mbiemrin Plava. Dhe ajo ka qenë në zbulimin e gjithë këtij skenarit që nëse nuk mund të themi që ishte rastësi apo koincidencë, unë mund të them lirisht që ishte haku i Liridonës, i gjakut saj, i të drejtës së saj për jetë, i shpirtit saj të pastër, dhe i fëmijëve që të dinë të vërtetën për babajnë dhe nënën e tyre, që ka qenë deri te zbulimi i këtij rasti, përndryshe çdo neglizhencë nga hetuesit në ato momentet e para pas vrasjes, ndoshta mund të ndikonte në moszbulimin e këtij rasti ashtu siç është zbuluar e që ka ndodhur shumë herë në Republikën e Kosovës. Zotëri